Pse duhet me hongër karota verës? Jo bre pse e depurosh, po se karota është një nga ushqimet më të mira për trupin tënd këtë kohë të nxehtë. Kur nxehtësia të shon pa energji, karota t'jep freski. Ka shumë ujë edhe të mban të hidratum natyralisht, pa pas nevojë me pi lançe me sheqer të ditën. Ka beta-karoten e ke ndihmon trupit me prodhu vitaminën A. Jo vetëm që e mbron lëkurën nga dielli, po edhe jep lëkurës një ngjyrë të bukur, tartë që dukesh sikur i ardhur i pushimeve, edhe nëse s'e kun hiç. Hold on. There's something different. Ka fibra që do me thonë barkus të fryhet edhe ndihmon në tretje të ushqimet. Plus është flet vitamina, sidomos A edhe C që ta forcojnë imunitetin. Verës janë ama të hapuj ndaj klimës, pishinave dhe bakterjeve, e trupi dën për kroje. Mundesh me hongër me qa dush, në salata, në smoothie, e madje edhe thjesht me pak timon e krem. E merr me veti kudo, në plazh, në punë ose në piknik. Shumë shkurt, karota nuk është veç për depuj, është për ata që dojnë mundje fresh, me pas lëkurë të bukur dhe trup në formë, po shumë mund. E nëse dani ma shumë video si kjo, follow Urban FM në të gjitha platformat dhe subscribe në YouTube.